Së dashur rikthyem me thash dhe pak më parë që kam kënaqësinë realisht veçantë që në studio të kemi një djalë hakikat. Realisht është djalë jashtëzakonshëm, një këngëtar fantastik së fundmi, po kërkohet gjithandej, jo vetëm në Prishtinë, po gjithandej në shtetet në Kosovë. Jalshoba vendin se kam shumë shok se kish profilin ndryshe, me musonte, Krenar Krasniqi, i cili ka pak ditë që ka publikuar edhe albumin e tij më të ri, një befasi e këndshme, 8 këngë me 8 videoklipe të lansuara për një ditë. Krenar, faleminderit për kohën. Arbër, sot buhen 13 vite nga intervista që kemi bu me rasin e kongës bashkë me Fillereta Raqin. 13 vite. Kështu që jam shumë mirë njëhës që shoqënia jonë ka vazhdu edhe jam mirë njëhës për radio televizionin që gjithmonë ka hap dyert për artistat ri. Jo, ti mo i ri jo, ti o bone tash, dhe më thonë, o bone veteran i muzikës. Qysh atëherë, këmë pas mbështetje. 13 vite, para se me folë për albumin, për nisim prej asaj kohë, 13 vite, shumë punë, shumë angazhime, sakrificë, të regona Krenar pak ma shumë për gjithë të vite punë. Shoqënia është ajo që kur dënë të ngritë, kur dënë nuk të pranën. Kështu që kam pas fatin ta kem një shoqëni të shnosh, edhe ta kem përkrajen se nga fillimet kuptohet që janë shoqënia dhe rrethi ngushtë që ta jepat përkrajen për të me vazhdu ma tutje. Nuk na ka mungu shoqënia, nuk na ka mungu respekti, vazhdojmë pas ata shokët e vjetër. Po të njëjtit, s'kem të shohësh. Vazhdoj me ju qenë mirënjohës edhe falë Zotit dhe për kushtimit tonë dhe punës të pandalshme kemi arritë këtu ku jemi. Tani po du me lëmë pak modestin anash, je prej këngëtarëve, mos them 3 moshë, se kështu për jo ose për këtë karrierës, që je më i kërkumi edhe shumë probleme pas një datë Krenar Krasniqit. Pse po dojnë njerëz ka shumë Krenar? Ndoshta thjeshtësia që e kam edhe afërmiteti me publik edhe që ja u shpalosi ata që e kanë dëshirë gjatë mramjeve, me pas afër, ndoshta kjo e bën pak ma... Qa të karakterizon në vokal? Qa mendon që të karakterizon? I kam ato në alëcit ka njerë që kanë njerëzit ajtë më shpërthy, ashtu atë adrenalinën mja odhonë, kështu që ja afrej qatë knaci edhe po besoj që jam shumë i afër në publikun, për atë arsye janë pak edhe... Ka këngëtarë shumë të mirë, ka disa që e kanë vetë ashtu atë qëndrimin që dashta tjetër e qunë me një madhë, po nuk është me një madhësia nga njëherë vetë personaliteti që është pak ma i ngritë edhe abedin. Paraqitja, ka njerë. Paraqitja, po unë ato e kam pak ma tafërt me njerësu që besoj që një është prej arsyeve që... Për ato që e di sigur të që e ki dash muzikën gjithmonë dhe ki punu jashtëzakonisht shumë fort. A ka pas momente kur ki thonë që në një moment me thonë jo pele o prej? Jo, me thonë drejte nuk ka pas, të edhin që në vazhdimisht kom pru projekte, si kongë të reja, si kongë tri orkestrume, i kom afërsisht dikun 10 albume me kongë tri orkestrume, tash është fundi albumi me gjitha kongë të reja. Është albumi parë jëtë personal? Po, me kongë të reja dhe me gjitha me videoklipet shoqëruar është i parë. Ka të lindi ideja? 8 kongë, 8 projekte, 8 videoklipe, gogja punë, gogja kostë dhe para punës. E vërtet. Po mdo këtë këtë parët e dasë më të e këmë. Krejt komplet, bravo. E me nova që shdo, thash, ja, këtë në album. Kom vendosë që këtë sezon gjitha ato që i marim prej njerëzve për publikut tonë, mja u këthy si dhurat, edhe vazhdimisht kom pas kërkesa dhe kom pas ankesa, ashtu që thuj pse për bëtë se cilin me videoklip, nuk është që po këshyrën shumë, nuk është, edhe kom dasht mja dhën hakun, për ata e kom dhën edhe hakikat, albumin, edhe kom dasht si dhurat mja këthy publikut në tonë këto vite që kanë qenë prezent çdo mramje dhe ti e din që do më thonë çdo person që është mramje është kontribus dhe financën që një lokal me pas mundësi me pagu. E para punës lën ana është diçka që gjen kohën me kohën aty ku jete, që ka pas shumë rëndësi. E vërtet. Krenare në promovimin e albumit shumë njerëz, shumë fytyra publike kërkojnë ndjes që pata mundësi me qenë. Për këto bisedojmë mas. Bisedojmë pas, po besoj që ma ki bo Allah. Po që çu shkalove? Kanë arsyetu shok. Am kanë arsyetu? Kanë arsyetu. Po se kohën shok të mirë, kështu që tregom çu shkalove natë. A pat emocione, a pat çu shundive? Me thon drejtën në promovim e kom lidh pak me dasën, kur e kom organizu dasmën tem, gjithë kanë thonë ti e ki letë se e mësu. Abden ke qenë avër dasmës, po ish një emocion krejt ndryshë. Kur të henë të vetë, ish kanë totalisht do me thonë tjetër emocion. Edhe albumin e kom prit, abden si kur një mramje zakonshme, po ka dalë diçka krejt ndryshë, dhe kur mu ka thonë lasti për mi përshëndet dhe mi urumër se ardhje, dhe mi falenderu gjithë kolegë që kanë lanë angazhimet e tyne me konë prezent, ka pas shëceke ftyra shumë
njoftuna. Ishte një emocion i veçantë, kështu që po mendoj që ja ka vlerë shumë. Cilat janë komentet? Cila këngë ju pëlqej më shumë ti? Deri tash kanë qenë pozitive dhe më kanë thonë që nuk po bojnë mja bo ski pas njënës. Asnjënës s'ke bë, nuk peshtyr. Unë kam 2 vite që kam bo, kam edhe dikon edhe 10 këngë të reja të përfundume, që nuk i kam pa dëgjume krejt, që nuk i kam fut, kështu që kemi bo një zgjedhje edhe gjatë kësaj zgjedhje kanë marrë pjesë edhe shoqënia. Kam shumë kërë që po do këtë që kje, kam marrë ato mendimet paka shumë, edhe e kom bu një farë për zgjedhje, kështu që deri tash mirë. Nuk pres me pas diçka miliona shikime që jemi mësu me i pak nga një herë, vëden prej. Tash mo edhe s'po buhet ai muhabet më buket, e kanë kuptuar që edhe YouTube. Nuk vuj prej asaj pjese, kam qef ato krejt që ai ka me i pas reale, me i pas dëgjushme, me munina për qytet, me pas kërkesat mramja, edhe si CV i këngëtarit më kanë i plotësume, po mendoj që tash jam komplet i plotësume dhe jam te publiku okej. Për një artist, albumi o pasaport, penguajmë pak cilën këngë, i kam në përzgjedhja 3 këngë, se pa mund shme milë shutetat. Lusim regjinë cilën përna lëshon parën, për dëgjojmë, për pak edhe këtejmë në studio për me diskutu për se cilën këngë që vesh. Patjetër. E dëgjojmë. Me vetëm i mori ndjenjat edhe i kumla, as lam të mirë, ajo nuk më tha. Me vetëm i mori, ajo as gjësla, veç të shta unë me pyt, atë vjen gjyna. Ty t'pa ta thonë mostik, se du ty me gjithë shpirt, t'pa ta thonë këturi, se veç ty t'kam dashni. Ty t'pa ta thonë mostik, se du ty me gjithë shpirt, t'pa ta thonë këturi, se veç ty t'kam dashni. Vetëm i mori ndjenjat edhe i kumla, as lam të mirë, ajo nuk... Unë nuk e di sakt me radhë cila numër është kënga musik në album që e ka lënë Krenari, se edhe producenti më fol për se cilën këngë. Kemi 3 do të flasim për 3, tjera të flasim. Kënga musik, një këngë, një balad, e pam edhe klipin goxha i ftoft emocion, tregona pak kush e ka bu këngën, kush ka bu tekstin. Ku t'u japim kreditat? Tregova që ka kohë që është të punu albumi. Okej. Dhe më thonë është në dimnin e kalum, gjirimi, edhe kemi prit çdo kohë me pas gjirimet, mi u përshtat tekstit, mi u përshtat këngës. Nuk na ka ik asnjë detaj, mendoj ashtu të paktën se dikush gjendi që ka... Absolutisht, gjithmonë ka vend për kritik. Bashkëpunëtorët të albumit kanë qenë disa, një prej tyre është një djalë i ri, shumë i talentuar, është Flakron Voca, i cili e ka pru një frymë edhe ka një talent jashtëzakonshëm. E një Flakron Voca. Edhe kanë nisë, po më bëhet shumë qefi që kanë nisë me vlerësu edhe idetë e reja. Frymë e re, nashta ti njën bashkë edhe ke qena për mlamje tona, edhe e shef që albumi është pak frymë ndryshe prej asaj që ka e bojmë na. Po. Domethënë e ka bu një risi, cilin e falenderoj shumë dhe i uroj gjitha të mirat. Tekstin? Edhe i ftoj gjithë këngëtarët që me bashkëpunu me djalë se ja vlen shumë edhe është jashtëzakonshëm. Tekstin? Është Kreshnik Avdiu. Avdiu, Kreshniku. Nuk mungon, ai është një prej tekstuesve më të mirë që mu i me thonë shqiptari. Edhe nuk i kas një detaj, çdo tekst e bën me kuptim të plot, jo me tekste ka njerë shumë mësu me i pa shablon. Ka mesazh. Ka mesazh. Ka mesazh. Krenarë më pëlqej se si një film i metrazhit shkurt. Domethënë ka skenografi, ka bidramaturgjike, domethënë po shihet që ke jap hakun albumit. E vërtet. Është tek bashkëpunëtorët është Labinot Mezini i cili ka orkestru, edhe ka vite që punoj, janë 15 vite që punoj me Labis. Është Fadel Topalli tek shkruesi, është Edoni, është Astrid Stafaj me gitare,
është Maestro. Mentor Sulejmani, Okej. është Tafa me klarinet. Nice. Tregova ka shumë bashkëpunëtorë, shpresoj që nuk përre grumbjen nga më të mirët që i kemi aktualisht. Po ja jepim hakun edhe këta që kanë bërë punë, domethënë jashtë studios, kush u marr me klipet? Me klipet është marrë Adriatiku Aslani. Okej. Edhe e ka bu një përkushtim të jashtëzakonshëm. Një punë fantastike. Po mendoj që edhe ata ma bujnë halal si Gilhova. Gilhova, me do ideja, me do pak ma ekstra, po në fund ka orë përfundimi mirë edhe e ka vlejtë. Ka nga dytë, regjia. Ah, ta bajti zemra, me lujt me ndjenja, a e din që kam the dikur. Ti mo nuk thena, m'kelon pa ndjenja, njo si ti se besoj kur. Ka me t'mar mali, për krejt dashnin që ta dha ky djali. E di ti ki me m'thirë, bezanin me mani. E di ti ki me m'shkru, po ma nuk ndjej për ty. Ki mu pendu, e ka me t'mar mali, për krejt dashnin që ta dha ky djali. E di ti ki me m'thirë, bezanin me mani. E di ti ki me m'shkru, po ma nuk ndjej për ty. Ah, ta bajti Mishtë të dashur, një si ti, projekt tjetër, prej baladës kjo, me thonë, baladë ritmike? Pak më ritmike, po. Pak më ritmike. Ai tekst të tash thuja se edhe në kongë ritmike, po dominon dashnia. Dashnia, po më klipi realizum, kanga e mirë, edhe këtu Flakronit japim kreditet, ta? Po. E falenderojmë Flakronin për e ka shtru edhe vine ka bu Flakroni. Po besoj që cila prej kongëve e ki ma për zemër? Prej tetave, cilën e ki kështu që thash e kemi qujt albumin Hakikat. Okej. Edhe po mendoj që i meriton meritat konga Hakikat. Okej, konga. Me qenë si dominuese në album. Edhe është tjetra ku ka marrë pjesë Astrid Stafaj. Okej. Fillon Adin Savujt, ashtë përdi që shke titulli. Alo si adaptuar me tituj. Edhe ajo është e veçantë, po Hakikati është pak më. Hakikati. E pse s'ki asë një bashkëpunim në këtë album? A ki dash me qenë shumë personale? Shumë personale kom pas me pas me publikën. Okej. Jo kom sjell ato që e kam vonë ndër vitet e unë, edhe kom dasht mos me kursy asgjë. Krenar, a jemi prak festave të fund vitit, ti kanë kështë realizu me gëgja shumë? A ki menu me bona i potpori, me na i këngëtare, a ki jetu e menu këtë ide, se realisht mi pëlqenë shumë. Edhe në për playlista për të dëgjohen shumë. Me thonë drejtën, unë të duetet jam shumë i kujdesshëm. Okej. Pa dasht, nuk kam kompromis, nuk kam intervencë, nuk kam asgjë të kur vjen të duetet. Okej. Nuk hezitoj me i thonë dikujna jo. Jo, edhe mos tentot të kush do kuft, se nuk e pranaj. Do me thonë, jam shumë i kujdesshëm në këtë pjesë, pse, se fillimet të edhin që i kom njës vetë, pa na indimes për naj këngëtarit të malë, me emën, përveç njerëzve që sot jam edhe prezent me ty, këto që kanë përkra ato fillimet e mija, sa i përket karierës, jam shumë i kujdesshëm, kom duete të cilat i kom realizu dhe jam afru ofër ty në vetë, pa na intervencë. Edhe prej Adelina Ismailit, nëse fillimet tona kanë qenë bashkë me Filoretën, edhe kur na përmramjet tona e kemi afru Filoretën, e ka qenë me një zhandër tjetër, ka qenë pak ma rock, ka bo muzikë tjetër edhe e afru me këthymi ashtim edhe
Jam shumë i njohur që Filloreta është. A kontaktën me to? Po, kam raporte të mira. Fantastike. Kam raporte të mira me gjithë familjen, jo vetëm me Filloretën, edhe më ka bu shumë qefi që ka arrit se ka merituar dhe ka qenë jashtëzakonshme, vokal të jashtëzakonshëm. E meriton me plot merit vendin ku është. Vonë është Lori. Një prej emra Adilin Ismaili Ceka, është Violeta Kajtazi, janë gjitha emën me një bagazh që kanë të mirë fill. Kështu që për duhet nuk pëzbuloj, do të ketë diçka. Ka diçka. Për vitri, po në Seri C du me t'adhu një për dasmorë, që të edel që unë përformojna për dasma dhe nuk bën asnjëherë me ilon anash, po t'adhu si Seri C ashtu. Okej. Si premier po t'adhuj. Hajde. E kom një kongë të re. Me? Me Tupana Show, i kemi Tupana për dasma, që janë shumë aktiv. Po. Tupana të me drita, e kom një duet me ta, i cila do të bëhet ekstra për dasma. Dhe me do nuk del tash, ku me dal vitin tjetër. Do del për vitri. A për vitri? Do tjetë për vitri, seftet e te. Faleminderit e S'kongë e re. Nice, tregom, kujt e tu faleminderit sot? Faleminderit sot është vetëm njëri që ka besu në mu, është nana jam. Nana. Si që me gjithë zamër e falenderoj edhe për mundësit që mi ka vonë, financiarisht edhe për gjitha që ndër vite është i vetëm përsen që... Apo kujdes është tash për të tja jo? Pa tjetër. Apo ja këten më rapsht? Dritë syve ata. Dritë syve. Pa zavendësushme edhe... Krenar, për posë je edhe prind. Qenë një prind, sa po të mungon për shumë lejo koha me najtë ma shumë, qofë me djalin, qofë me familjen, të e ditë që angazhime për natë? Me thonë drejtën, unë jam shumë i përkushtum. Në familje edhe koha jonë është mramje, nuk është përsen që gjatë ditën konsumona shumë për kafeterina për, kështu që kam kohën e mjaftueshme për me nejtë me bashkëshortën edhe me djalin. Djali apo ka zojo? Djali ka talent, po nuk e kam shumë dëshirën me fut muzikë me thonë drejtën. Pse tu e di çka ki hek vetëm me hek edhe. Fiks, po mendoj, dash nëse ai e zgjedh rrugën, okay, kam më pasën krah, po nëse nuk ka dashni, nuk është ai që me thonë vazhdo. Për ndryshe ka shumë vesh. Ka shumë vesh. Krenar, po besoj që a jam diçka pa përmend, pa cek me sa. Po mendoj, ashtu se kemi harru dikon. Kemi harru dikon me përshëndet, që kjo është e rëndësishme. Po besoj që jo. Pyetja e fundit, cili ka qenë komenti më i mirë që ke marrë për albumin? Këtu pe përmbyllim. Një koment. Ja pas ke dhënë Hakun si titulli. Ja pas ke dhënë Hakun si kush ta pat ta? E kemi qujt Hakikat. Okej. Edhe kështu që po vin komente ndryshme, nuk pendrojmë asnjënën kerr. Albumi është pak a shumë. A mundesh me gjetë edhe me hard copy, me ble? Po. Domethënë mundet është në për Prishtinë? Është në për pikat ku Prishtinës ku i din këtë. Kështu që Faleminderit ty Orber. Suksese me albumin, mundeni me dëgju, e keni edhe në platformat online, e keni në YouTube, është Spotify këto gjitha. Me të gjitha platformat e gjeni në kanalin zyrtar të Krenar Krasnishit në YouTube, në iTunes, Spotify gjithandej. 8 këngë, 8 projekte fantastike, një punë e jashtëzakonshme. Faleminderit shumë për këtë. Faleminderit shumë, e kemi harru edhe Bareshën, i cili ka bërë gjitha këto publikimet që i përmende. Ti jemi minu Afrim Kolgeci, i cili është kujdes për gjitha këto Spotify, YouTube e gjitha kanalet që ka janë, nuk mungon kërkon, kështu që jemi njohës dhe faleminderit shumë. Faleminderit për kohën. Miq të dashur, të jemi edhe në minutat e fundit për këtë emision, duke uruar që një ndatë nashur me atë që kemi përgadit, ne lëmë ta kemi javës tjetër në të njëjtin termin e shtun ora 20:10 minuta. Ju vazhdoni që ndroni me Radio Televizionin Publik Kosovës. Natën e mirë.